Prokuroria e Lezhës ka dhënë një informacion zyrtar për tjetërsimin e pronave në Shëngjin, ku sekuestruan 4 objekte të Rana e Hedhun edhe u lëshuan 9 masa sigurie. Urdhër arrestet janë lëshuar për shpërdorim detyre dhe ndërtim pa leje, ndërsa të përfshirë rezultojnë ish zyrtar të kadastrës së Lezhës, IKMT-s si edhe polic. Deri në këtë fazë të hetimeve, prokuroria ka paraqitur pranë gjykatës kërkesat për caktimin e masave të sigurimit personal ndaj personave të dyshuar. Gentian Malota, ish drejtor vendori ASHK Lezhë, Artur Shabaku, ish përgjegjës i legalizimeve pranë ASHK-s, Atmir Maxhuni, përgjegjës i legalizimeve pranë ASHK-s, shtetasi me iniciale PT, arrest me burg, Luiza Bala, inxhiniere konstruksioni, Hekuran Xhina, inxhinier ndërtimi, Flor Gjini, ish drejtori i drejtorisë rajonale të IKMT-s në Lezhë. Kol Malaj, ish drejtori i drejtorisë rajonale të IKMT-s, Martin Doka, ndihmës specialist i policimit në komunitet pranë stacionit policisë Shëngjin, komisariati Lezhë. Sipas burimeve për Pjetër Tucin, i cili dyshohet të jetë përfituesi i pronës, është caktuar masa e sigurisë arrest me burg, ndërsa për 5 të tjerë është dhënë masa arrest shtëpie. Ata janë Gentian Malota, ish drejtori i kadastrës së Lezhës, Artur Shabaku, ish shefi i sektorit legalizimeve dhe zyrtarët e kadastrës Atmir Maxhuni, Luiza Bala dhe Hekuran Xhina. Ndërkohë, 2 ish drejtues të IKMT-s, Flor Gjini dhe Kol Malaj, janë ndaluar të ndalin jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, ndërsa polici i zonës së Shëngjinit, Martin Doka, është pezulluar nga detyra dhe i është ndaluar dalja jashtë vendit.